Përshëndetje dhe mirë se u rikthyet në një tjetër video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë quhem Danja. Unë quhem Emre. Dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Dhe ne sot kemi vendosur që të nisim një vlog të ri. Është ditë e diel dhe si çdo ditë të diel do ta nisim me një mëngjes. Dhe këtë të diel ne kemi vendosur ta nisim me mëngjes turk. Tani jemi bërë një çik vonë në fakt, sepse do shkojmë tek një restorant turk këtu në Tiranë. Edhe aty po na pret edhe Asnani, që Asnani është një shoku jon tjetër, edhe ai është turk. Kështu që nxitojmë për të shkuar për të ngrënë mëngjes turk. Can we go? Yes. I'm so hungry. Me too. Ah. En seksi çifti. Günaydın Aslancığım. Canım. Ne haber? Benden ne haber? Canım bitiyor. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok iyiyim valla. WhatsApp ayırdım ne direktör diye de parası ya. Hatta şunu kaldırayım. Siye. Niyesi canım. Mir. Puna? Puna. Mirë. Sot puna pushim. Sot pushim. Sot pushim. Si shkon puna? Puna mirë? Mirë shukër. Të pëlqen? Pak të pëlqen. Pak të pëlqen? Pak. Mos ta vejmë shumë në sikletë Aslanin. Aslani është parukier. Është ai që mua më pret flokët, që më ka bërë mua me këto flokë që ka të kështu, edhe që mi ka lyer, është Aslani. Edhe t'ju them, Aslani ka dorën më të mbarë që unë kam vendosur në flokët e mi dhe tani, si të shpjegoj. E keni parasysh kur thonë që... Shi, po zien. E keni parasysh kur thonë që në qoftë se i pret flokët tek një parukier ose të zjaten flokët më shpejt dhe më shumë e më të shëndetshme ose nuk të zjaten fare? Aslani mua mi ka zjatur flokët që herën e parë që i preva, domethënë për një 7-8 muaj u zjatën kaq që nuk ndodhte. Unë ato flokët e gjata i kisha bërë për 10 vite. Kurse tani, me dorën e Aslanit zjaten shumë shpejt. Tani po presim të vinë edhe gjërat e tjera edhe të ushqehemi. Kjo nuk është si mëngjes, në fakt kjo është si drekë, sa shumë gjëra që ka. Po, kush nga ju ka shkuar në Turqi, e ka parasysh se për çfarë kanë fjalën. Pavarësisht se këtu është nuk është tamam si në Turqi. Se jemi shqiptar tamam. Evet. Şu anda Türk kahvaltımıza gelmiş bulunmaktasınız. Türk kahvaltımızda önceliğimiz tabii melemenimiz olmazsa olmazımız. T'ja përkthej pakun tani, kemi ardhur për të ngrënë mëngjesin turk thotë edhe po na shpjegon se çfarë do ham. Këtu kemi menemen. Yo, menemen. Menemen. Evet. Kjo? Yo, sucuk ve yumurta. Bez. Sucuk dhe vez. Bez. Domate. Diyat. Diyat. Kıyar. Kastravet. Patata, salçiçemiz. Tahin, pekmez. Zeytin. Ullin janë ato. Po. Reçeli. Lule shtrydhe. Çilek. Lule shtrydhe. Lule strude. Bravo. Po. Mjaltë. Mjaltë, po. Bu? Mjaltë. Hayır, mjaltë bu. Mjaltë gjalp. Mjaltë gjalp, Bu? Kjo reçel. Çeşiye. Çeşiye, kiraz. Kiraz, reçel çeşiye ve çikolata, Nutella. Türk iş çayımız. Evet, çay Türk. Çünkü bak, hayır, bu senin. Evet. Çünkü ben içmiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu tavşan kanı çayımız oluyor. Ne? Tavşan kanı. Cakle puri. He. Tamam. Haydi afiyet olsun. Afiyet olsun aşko. Këtej nga liçeni, pasi mbaruam supiri ato që porositëm aty te mosheria. Edhe do heq pak sandalet dhe do tokëzohem të shkarkoj pak energjinë negative. Erdhëm të marrim motorin, do shkojmë te piramida tani.
Edhe është ndensja ka qenë nxehtë, se si do ulem unë kështu, do përvëlohem. O zoti i madh. Nuk e di, duhet t'i gjejmë një zgjidhje kësaj. Si mund ta zgjidhim? Më thoni në qoftë se keni motora apo njerëz që kanë motora. Se tani në verë bëhet keq, bëhet merr. Po kur unë gjita aq lart ka shpejt, erdhi dhe më kam në erdhi me motor. Edhe u lodhëm. I rudun mo? U lodhe? Jo. Ha? Jo, bre. Jo, po del gjua pa. Geliyoruz. O, baba, do kërcejmë aty lart. Ka qef të kërcejmë. I have to quit my cigarette. Ah, öyle mi? İyiyim. Su var mı? Var. Vallahi. Evet. Aç. No me arrepiento, amor. En tus labios conocí mi favorito sabor. El camino sin ti se ve bastante, pero tengo que seguir adelante. No te odio, no te culpo. Fuiste un sueño que no pudo ser, pero el cora me recuerda que en tus labios conocí el placer. Edhe për të përcyer kërcyem, edhe u bajaldisëm, u alivanosëm shumë vap. Po shkoj shkallë të mos bje fej dhembët që kam paguar ka shumë nek për dhembët. Edhe tani po zbresim, do ikim në shtëpi besoj. Aslancığım, Canım içi. eğlendin mi? Ben çok eğlendim. Yani sizin gibi değerli dostlarımla böyle güzel bir pazarı paylaşmak benim için güzel bir onur. Ishte një kënaqësi të kaloja një të diel kaq të këndshme me ju, thot miqtë e mi. Se nuk do vendos titra këtu poshtë, përtoj. do ja u përkthej vetë. Başka ne olacağız? Sa po... Mëra bateria. Shkam në supermarket, bëm të pazare. Atere, të bëm një haul, supermarket haul, se çfarë blem. Mora tortellini me djath, me domate, edhe çfarë është kjo? Borzilok, tortellini me spinaçe dhe ricottë. Ravioli me djath edhe me tartuf, janë shumë të mira. Këto i bëm dje për dark, edhe janë i pera me pana dhe me këtë lloj ricota. E kam parë një që e kishte nxjerrë Angela në një video, e kam marrë edhe jam fiksuar, është shumë e mirë. Emreja mori Monster, nga kjo. Mos pini shumë Monster ama se ju bën keq për organizmin. Mora Tuboflo, më duhet nga këto Tuboflot që të zhbllokoj këto lavamani, lavapjatën, atë të dushit. Ti kem, mora 5 topsi këto. Morëm soda limoni, vendos frigorifer në ngrirje, që të ftohen më shpejt. Mora kos me stracciatella, nuk e kam provuar ndonjëherë. Mora me pjeshk, po të njëjtën. Dhe morëm këtë si që pat, ananasin. Kjo është realisht shpëtimjete. Çfarë do lloj ananasi që të merrni, kjo kutia, do me thënë se e kishte tek kapaku të çmimit të vendosur, kushton 6.800 lek. Gati 7 lek, me pak fjalë. Emreja mori akullore me limon. Ka një shije të çuditshme që ngjan me shijen time. Mora servieta, nga këto everyday, këto përdoru. Morëm Ivi Ricocco, se është shumë e mirë dhe të dyve na pëlqen. Që kur ja prezantova për herë të parë këtë Ivi Ricocco Emres, është fiksuar dhe ka shumë qejf.
Pa foto edhe këtë në frigorifer. I fut edhe këto të tjerat, janë që janë. Mora te pasteli një kos me fara chia, si shqiptojnë këto, duket se sa I përdor domethënë. Tjetër që kishte arë kokosi edhe kiwi. Do ta provoj njërë. Të shikoj. Ja vlen apo jo. Kjo ishte 2800. Kjo kosi pak si shkumu. Mund të bëhet vetë në shtëpi. Mund të jeshte mora që ta shikoj se si është. Edhe mbas e marrë bëj vetë në shtëpi. Tani, Emreja doli me Astanin prapë, do hanin doner. Unë jam në shtëpi sepse kam punë. Puna e parë që kam, që duhet ta bëj tani, është të liroj hapësirë në telefon sepse kam telefonin full dhe nuk ka vend për asnjë lloj gjëje tjetër. Dhe unë bleva një USB 256 GB, e bleva para një 2 ditësh. Dhe tani po hedh foto, video, po videot më shumë. Nga telefoni në USB. E vura këtë tani që të punojë, ndërkohë që kjo punon, do mblet rrobat, do laj dhe tualetin. Do të vete një lavatriçe tjetër. Do e la rrobat. Bleva dje këtë fustanin nga H&M. Ishte shumë cute, ka dalë shumë në mod ky. Dhe rastisi që e gjeta rastësisht të premte pas dite. Po shikoja një influencer që jeton në Maltë, kishte shkuar në Romë dhe kishte bërë ca foto shumë të bukura me disa fustane kështu, me një fustan të tillë, që kishte të bardhë me pika zeza. Edhe u futoj që ta shikoja ku I kishte bler ajo, po normalisht ai ishte shumë I shtrenjtë, ishte një 195-197 euro a dollar diçka e tillë. Dhe kur e pash pastaj te H&M, ishte 30.000 lekë. Ishte okay, mendoj, për një fustan. Nuk e mendova 2 herë, shkoj, provova, e pash një të shumë mirë dhe e bleva. Madje dhe ato 2 vajzat që ishin aty te kasa, më thanë, njëra tha ky fustan është perl, thash shumë I bukur, kurse tjetra tha ky me blerje shumë të bukur. Thash po e di, faleminderit sepse unë futa e provova dhe më rinte yll. Edhe pse kam vendosur shumë bark, siç jo kam treguar edhe te video e kaluar, ky më tregonte shumë mirë. Normalisht hekur bëj ditë jave. Pasi kthehem nga puna, zakonisht bëj përpara se të shkoj në kurs, kursin e kërcimit e kam 3 herë në javë. Por në qoftë se kam kohë sot, do e bëj që sot hekurin, që mos më bëhen shumë, mos më bëhen kapic rrobat. Normalisht për të larë tualetin përdor flos. Po duke që se këtu në Shqipëri nuk gjetëm flos, gjetëm këtë Kleenexin, përdorim këta. Nuk e di, mua mami më ka fiksuar që të gjitha këto porcelanet, do me thënë tualeti, lajt me Kleenex edhe lajt shumë I madhi dhe dyshemene laj me Kleenex. Të lloj klori, se e desinfekton akoma më mirë dyshemen. Nuk duhet përdorur acid për porcelanet sepse I gryen edhe I prish. Marrova sistemova çdo gjë bërdall. Tani të vendos pakenet në përvende edhe nuk di çfarë të gatuaj. Me shumë të bëj prap nga ato makaronat, nga ato që tregova, se janë shumë të mira. Po tani të bëjmë prap me pana, do shëndoshe më shumë nga që më shëndoshur besoj. Dhe nga ana tjetër dua edhe diçka që ta marr nesër me vete në punë. Emreja nuk ka ardhur akoma. Është akoma me Asanin, domethënë, se ti ishte Emreja në shtëpi. Do gatuante ai, do bënte ndonjë gjë të mirë, siç bën gjithmonë. Edhe do e kisha mendjen e pjetur. Po tani nuk mundet të vi buri në shtëpi edhe mos ketë gatim shtëpia, apo jo. Çanus që jam unë ashtu. A few moments later. Kemi një ndryshim plani. Nuk do gatuaj, sepse Emreja sa po erdhi në shtëpi edhe tha që erdha thjesht për të parë, se do iki prapë me Asanin, do vim do ham. Ne!
Do ham donin me Aslanin tani se u rritën, jo. Ha? Më fik truri. U urtuan, janë të rritur, edhe i thash, okej, po vje dhe unë atere, do ham bashkën. Unë do adone, normale, se sa më ishin. Shikoj që mund të ketë atje. Të hos suratin e bukur. Pasi shkuam për të ngrënë donerin, u kthyem në shtëpi, u bëm gati dhe shkuam pastaj te Parti Latin. Kështu që unë nuk isha për një mbyllje tamam. Dhe po e bëj tani mbylljen. Tani, përpara se të bëj mbylljen dhe të largohem nga kjo video, dua t'ju them diçka të bukur. Unë kam filluar të mësoj emres shqip. Kemi bler abetare, i flas tek tuk shqip, i kam mësuar disa shprehje të shkurtra. Can you tell me some words in Albanian? Shkam! Kjo! Bëft mire. Bashka? Faleminderit, gjumë që nëmdur. Po shëndrë të bukur. Edhe... Këtë e dhe në thotë se më talë mua. Se më dëgjonë mua në telefon ku flasë me mamin edhe me Aleksin ose me babin. Edhe, ja, nëse që për të shi, edhe them shpesh këtë edhe ka dëgjuar. Nuk e thot asnjë shkurt edhe, po e thot gjithmonë edhe e zjatë. E nejse, ideja është kjo tani, që dua ndihmën tuaj për t'i mësuar emres shqipen sa më shpejt jetë e mundur, se duhet të komunikoj patjetër, edhe ky shqipen para se të më njihte mua nuk e kishte mësuar vetëm faleminderit, mirëmëngjes dhe kaq. Do bëjmë një lojë të bukur. Do shkruani nëpër komente një shprehje të bukur, një fjalë, një fjali, çfarë të doni ju, të bukur ama, jo fjalë të pista, se ato ja kam mësuar vetë. Për t'ja mësuar emres dhe në çdo fund videoje unë do t'ja mësoj, do me thënë, ta marr emrin këtu bashkë me mua, do t'ja lexoj ato fjalit, do zgjedh 3 komente, dhe këto 3 komente do t'i lexojmë bashkë dhe do ju bëjmë edhe një përshëndetje. Kështu që te komenti kur të shkruani, vendosni edhe në klapa emrin tuaj që të bëjmë përshëndetje për personin që e ka bërë atë komentin, e ka shkruar atë fjalën, fjalin, çfarë të doni ju. Hajdeni, më ndihmoni t'ja mësojmë emres shqipen sa më shpejt jetë e mundur. Përpara se të largojmë, ju e dini vetë, mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në Instagram me emrin Danja Space dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Ju put dhe ju përqafoj të gjithëve. Mua! Bye!